Monsinjor Lozezi. Pajtimit e gjaçeve duhet të shikojmë dhe të vlerësojmë në kontekstin e ngjarjeve. 1990 e sidomos pranvera e 1990 është pranvera ogur mirë për ne, sepse përpos pajtimeve të gjaçeve me maj është themeluar shoqata bamirëse humanitare e Kosovës Nana Tereze dhe më vonë është ba dhe sistemi paralel shkollor dhe shëndetësor. Pa këto 3 ngjarje, ne nuk do ta kishim 2000-ën, nuk do ta kishim luftën çlirimtare të Kosovës, nuk do ta kishim ndërhyrjen e bashkësisë ndërkombëtare, prandaj nuk do ta kishim shtetin e Kosovës. Këto 3 ngjarje, e të flasim për pajtimin e gjaçeve, janë larg pamëse. Profesor Anton Qeta me Zekeri Canën dhe me shumë të tjerë, ndër të cilat fatbarësisht isha dhe unë në Këshillin Qendror, ne kemi kuptuar se lufta është e pashmangshme. Këtë gjë s'po kemi mujt t'ia thojmë popullit, por kemi thënë, nëse him në luftë kështu si jemi, çka do të ndodhë me ne? Atëhere do të arruajmë shpinën apo gjoksin prej vllaut tonë, sepse jemi të hasmuar apo jemi keq njëri me tjetrin. Dhe në fillim kemi menduar 150, 200, ndoshta 300 gjaçe janë, ndërsa kërkush nuk është marrë sistematikisht me te, kur kemi hyrë në analizën e ngjarjeve dhe kur i kemi krijuar këshillet edhe rajonale të qyteteve apo të lokaliteteve apo të komunave të mëdha, atëherë kemi hetuar se populli shqiptar ishte i hasmuar, ishte i armiqësuar, ishin në marrëdhënie shumë të këqija dhe shumë familje ishin të nguruara për arsye se gjakut dhe traditës dhe nuk dilnin fare. Dhe atëherë rinia jonë, zbashku me ne, me krejt njerëzit e shkencës, të kulturës, të artis, të traditës, të historisë, me të feve si Bashkia Islame, si Kisha Katolike, i kemi mbledh zbashku dhe kemi dalë para popullit për një pastrim, katarz shpirtnore, dhe i kemi thënë njëri tjetrit, nëse nuk pajtohemi, nëse nuk falemi dhe nuk kërkojmë falje, nuk do të jemi të aftë për të mbijetuar rrethanat tona. Prandaj, pajtimi i gjaçeve është para kusht i lirijes dhe pavarësisë dhe shtetit të Kosovës. Dhe fatbarësisht populli, edhe pse nuk e kemi bë me kushte, sikur ka qenë përpara tradita e kanunit Lejk Dugaxhinit apo tradita të ndryshme, ne e kemi bë pa kusht. Ne e kemi bë e fal, sepse në këtë mënyrë e nderon personin që është vrarë dhe e liron vetveten. Dhe liria e plot do me thonë mos të urrejsh askën, për t'jesh marrëdhënie miqësore dhe vllazënore me të gjithë. Kjo porosi vlen edhe sot e do të vlen gjithmonë sa të jemi gjallë, jo vetëm ne, por edhe populli ynë. Prandaj dëshiroj që pajtimet e gjaçeve të njihen më tepër, të flitet më shumë dhe të shkruhet në analet e ndryshme, në tekstet shkollore dhe të kuptohet ai që nuk din të falë dhe të kërkon falje, nuk din të jeton. Kjo është elementi bazë, edhe Anton Qetën e kom quajt kur kirurgu shpirtëror i popullit tonë shqiptar, sepse ai e ka zbuluar kancerin e shpirtit dhe të ndërgjegjes sonë dhe me keqenin e tij, me bashkëpunëtorët e tij, ndër të cilët fatbarësisht isha dhe unë si përfaqësues i Kishës Katolike, e kemi pastruar një herë e përgjithmonë vash Zoti popullin prej njollës së gjakmarrjes apo hakmarrjes, cilin unë e kam definuar në 3 shkallë. Spari është vllavrasje, pastaj është vetvrasje dhe së fundi shndrohet në vrasje.
Vetëm kështu mund ta kuptojnë thelbin, kuptimin dhe domethënien e pajtimeve.